dita e 8 në sheshin e Fierit. Sot jemi mbledhur sërish këtu, por sot kemi një mesazh të veçantë për institucionet ligjzbatuese. Një prej protestuesve të Fierit që ka qenë për ditë këtu që prej ditës së parë, sot është intimiduar nga një person i dyshimt i pa identifikuar. Kjo ngjarje ka ndodhur në orën 4 në ish urën me shkallë në Fier, kur një person i shafruar protestueses dhe i ka kërkuar që ajo mos marrë më pjesë në protestat të Fier. Dhe kur qytetarja me të drejtë i ka kërkuar kush jeni ju që më kërkoni mua diçka të tillë, si guzoni, dhe kanë nxjerrë telefonin për ta fotografuar, ky ka zgjatur dhe dorën dhe i ka marrë telefonin, ka tentuar të marrë telefonin. Dhe ne kërkojmë nga institucionet që të garantojnë rilindjen e fjalës, të garantojnë sigurinë e qytetarëve dhe këto akte shantazuese nga regjimi autoritar mos përsëriten më, sepse kjo vetëm jo që do na ndaloj, por do na japë më tepër forcë dhe me siguri do na shkojnë dhe më të shumë. Dhe jo vetëm nga Fieri, por ndoshta do sjellin edhe të Shqipërinë këtu Fier që se vazhdojnë me këto akte dhuni. Prandaj ne ju themi që këto mos përsëriten më dhe ju themi që ne do ta vazhdojmë lirinë e fjalës dhe të drejtën e protestimit për ditë. Prandaj do ta shkoni për ditë në shtetë. Nesër në shtetë. Nesër në shtetë. Nesër në shtetë.